për ceremoninë krijuan një atmosferë të ngjashme me një festë të vërtetë. Në qendër të gjithë këtij momenti ishin Selina dhe Gimbo, të cilët pranuan të luanin rolin e çiftit që martohej, duke e marrë këtë situatë me sportivitet dhe humor. Ceremonia simbolike u zhvillua mes duartrokitjeve dhe të qeshurave të banorëve. Në një moment që synonte të ishte romantik dhe i bukur, Selina dhe Gimbo u afruan dhe u puthën, një gjest që zakonisht në një dasmë shënon kulmin e ceremonisë. Por në një ambient si ai Big Brother, ku çdo emocion interpretohet dhe çdo reagim analizohet, edhe një moment i tillë mund të shkaktojë reagime të ndryshme. Në mesin e banorëve që po ndiqnin skenën ishte edhe Miri. Sipas asaj që u vure nga shumë shikues dhe nga vetë banorët, mimika e fytyrës së tij ndryshoi në momentin kur Selina dhe Gimbo u puthën. Ai u duk më i rezervuar dhe për disa çaste nuk reagoi si të tjerët që po qeshnin dhe po duartrokiknin. Ky ndryshim i shprehjes së fytyrës u interpretua nga disa si një shenjë xhelozie apo pakënaqësie, edhe pse ai vetë nuk